Pas luftës tregtare që nisi me Kanadan dhe Meksikën, Donald Trumpi ka vendosur taksa edhe Evropës. Taksat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump ndaj importit të qelikut dhe aluminit kanë hyrë në fuqi, mirë po kanë tensionuar marrëdhëniet me disa prej partnerëve më të mëdhenj të SBA-s. Kjo menjëherë ka nxitur reagimin e Bashkimit Evropian, që ka vendosur kundër taksa prej miliarda eurosh ndaj mallrave amerikane. Trumpi shpreson që këto taksa do të fuqizojnë prodhimin amerikan të qelikut dhe aluminit, por kritikët kanë thënë se do të ngritë çmimet për konsumatorët amerikan. SBA-ja është importuese e madhe e aluminit e qelikut, ndërkaq Kanadaja, Meksika dhe Brazili janë në mesin e furnizuesve më të mëdhenj të metaleve. BE-ja ka njoftuar vendosjen e taksave në 26 miliard euro vlerë të mallrave amerikane. Ndërkohë, Kanadaja ka njoftuar se do të kundërpërgjigjet, por ka shtuar se nuk dëshiron përkeçësimin e tensioneve. Kanadaja, një prej partnerëve më të afërta të Amerikës, është importuesja më e madhe e qelikut dhe aluminit në SBA. Në vitin 2018, gjatë mandatit të tij të parë si president, Trumpi kishte vendosur 25% taksa në qelik dhe 10% në alumin, por ishin negociuar marrëveshje me shumë shtete. Këtëherë, administrata e Trumpit ka sinjalizuar se nuk do të ketë përjashtime.